Ish kryetari i Bashkisë së Durrësit Vajgjush Dako është liruar nga burgu pasi ka përfunduar ditët e mbetura të vuajtjes së dënimit të tij me burgim. Sipas informacioneve mësohet se Dako ka lënë ambientet e qeverisë së burgut të Durrësit në orët e para të mëngjesit. Kujtojmë se vetëm një javë më parë Dako ishte rikthyer në qelinë e burgut pasi ishte shtruar në spitalin e Durrësit për shkak të komplikacioneve shëndetësore. Ai u shtrua me 16 shtator, ditën kur gjykata e posaçme e apelit vendosi të konfirmonte dënimin e tij me 2 vite 8 muaj burg, një vendim që i dha fund një procesi të zgjatur gjyqësor. Sipas llogaritjeve zyrtare të kohës së vuajtur të dënimit, Dako si kishte mbetur për të shlyer vetëm 6 ditë izolimi pas konfirmimit të vendimit nga apeli, pasi pjesën më të madhe të burgut e kishte kaluar në paraburgim dhe arrest shtëpie. Dako dënuar në nëntor të vitit të shuar në vendim të shkallës së parë të gjykatës së posaçme. Ai u shpall fajtor për akuzën e shpërdorimit të detyrës në 2 raste. Rasti i parë i shpërdorimit të detyrës ndaj Dakos ka të bëjë për lirje një pallati shtatkatësh. Në dosjen e Spakut thuhet se pas lejes së parë për ndërtim, pronari kishte aplikuar sërish për një leje për 4 katë shtesë, por ndërkohë që leja e dytë nuk ishte zbardhur, punimet vijuan në kundërshtim me ligjin.